Rrjedhime logjike nga vendimi I gjykatës kushtetuese. 1. Ja që dhe njëherë u provua se nuk I pas kam kapur unë të tëra pushtetet dhe kjo është një gjë sa e qartë aq edhe mirë, apo jo. 2. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku I burgosur I Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni I mbajtjes së tij në qeli nuk është më thjesht një dëm të lirive të drejtave kushtetuese të personit, por edhe në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit kryeqytetit për të shërbyer nga I zgjedhuri vet, apo jo. 3. Çdo njeri normal që nuk shet tek qëndrimi kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, po një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykojë para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Veliaj në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lirë, apo jo. Pika 1 dhe 2 janë sigurta, pika 3 mbetet për tu parë, ndërkohë le të urojmë që kushdo që ka dorë ta ndihmojë zgjidhjen e këtij ngërçi absurd, të kujtojë se kryeqyteti nuk mund të trajtohet si jetim për vite me radhë. Asimja, ky ka qenë reagimi I kryeministrit Edi Rama në rrjetet sociale sa I përket edhe vendimit që ka marrë kushtetuesja për çështjen Veliaj. Rrjedhime logjike I cilëson ai.